kush jam unë tani dhe cili do t'jem unë nesër. Kush je ti sot, bardhës i Kur'anit, bardhës dhe ndjekës i shëmbulltyrës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A mund këto momente t'ja bësh një pyetje të sinqert vetes tënde? Sa njerëz ta shohin hajrin këtë botë? Për sa njerëz je i dobishëm? Kush është ai i cili i mungon dobia jote në qoftë se ti nuk je? Çfarë i ke ofruar kësaj shoqërie? Me çka? Dhe cilat janë punë të cilat ti tani je duke i shërby e je duke u fut në këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas anfa'uhum lin-nas. Njerëzit më të mirë janë ata cilët janë më të mirë, më të dobishëm për të tjerët. Ata shehajrin baba dhe nana. A je i dobishëm për gruan dhe fëmin? Nga këtu fillon. Sepse këto janë përgjegjësi të domosdoshme e pastaj vazhdo të zgjerohesh, sepse sa më shumë që të zgjerohesh dobia jote, rritet kjo peshë e matjes dhe e rezultatet të cilën po e kërkon feja për vlerësimin ton. Pra, nuk do të përmendesh dhe nuk dihet dhe nuk kuptohet ajo që është mes teje dhe Zotit. Ajo është mes teje dhe Zotit. Por ama në peshorën e fesë dhe në peshorën e fetarisë do të matë dobia jote. Ndërsa se çfarë do t'je nesër lidhet me atë se çfarë je sot. Çfarë dobie do të lësh prapa gjeneratave dhe njerëzve pasi ti nuk do t'jesh. Jeta jonë reale, jo rastisht është thënë nga dietarët, jeta reale e njeriu në aspektin e shpërblimeve, të sevapeve, po Zoti na ujtet dënimeve, është gjurmë të cilat i kemi lënë mbrapa. Gjurmë të cilat i kemi lënë mbrapa. E madje edhe nëse këto gjurmë të cilat i kemi lënë mbrapa janë rezistenca jonë në parime dhe mos rënja jonë në grackën e dyshimeve ose të gjunaheve ose të shkeljes së këtyre parimeve.